Gjithmonë në fund vit na I prek tela aty. Kush ka thyer zemrën Yllit ta blaq? Jo, nuk dua ta gjej se më pëlqen Ylli në këtë gjendje kështu. Më bën të ndihem keq për një ish që nuk e kam o blaq. Dëgjoj këngë të Yllit them, mërzitesh. Cila është një këngë për Stelinën që e bën të çaj ose të prek ose të kujton Casey-n ose Casey-n? Prap Casey? Apo deri në fund për Casey? Keni patur ndonjë këngë të përbashkët? Jo. Mendoj që jo. Ishin shumë herët për të pasur një këngë të përbashkët. Po në fakt a ke ti një këngë me që e hapi Leila si tem që Të them të drejtën, këngët e Yllit shpesh herë më prekin, por nuk është që kam një këngë që them po me këtë do qaj patjetër. Unë jam njëri që qaj gjej arsye kot të qaj. Je një gafore. Të kuptoj shumë mirë Stelina. A qaj 5 minuta? Le të qajmë 5 minuta me albumin e ri të Yllit, domethënë e ka vendosur që do na bëj të prekemi në çdo fund vit. Stelina, je penduar për ndonjë gjë në përputhjen? Që thua pse kam bërë këtë veprim, mund ta kisha bërë më ndryshe ose një gjë tjetër. Unë nuk para pendohem për gjërat që bëj, të them të drejtën, edhe mendoj që edhe nëse mund të kem bërë diçka që ka qenë gabim, jam munduar gjithmonë t'i marr më të mirën e saj. Në fundit kam nxjerr disa mësime që më kanë shërbyer gjithmonë. Gabimi më I madh. Që nuk I dash vetes hapësira për të njohur dhe njerëz të tjerë. Dhe I dash shumë siguri marrëdhënies me Casey-n. Mos je pak vonë tani për të rifilluar? Apo jo, ka ende djem të interesuar për ty aty? Do ta shohim këtë. Do ta shohim vazhdim. Interesante, Anton. Jo, do ta pyesja, a ke ndonjë anë të vetes tënde që nuk e dije që ishte dhe që ka dalë aty gjatë emisionit? Po, ka pas momente që mendoja në situatat le ta themi kështu. E di që I emocionojnë njerëzit kur flas, po s'ka gjë. Jo, e ke nga natyra, është vetë njeriu. Ka pas situata të cilat kur e kam parë veten kam thënë shiko, mund të kisha folur diçka ose mund të kisha reaguar më fort për ta thënë kështu. Pra jam habitur realisht me veten time, kam njohur në Që pas atë vetë përmbajtje që. Po, ka pas një moment që ka qenë ajo prapaskena e cila është komentuar edhe në studio. Patjetër atë nuk ka ardhur fare mirë që e kam parë veten në atë formë, po kam qenë realisht shumë e ngarkuar, kështu që nuk e di sa e justifikueshme është kjo gjë. Është shumë e justifikueshme. A ndoshta ishit pak toksik ju të dy? Po. Kemi qenë. Apo shumë. Jo, kemi qenë shumë toksik. Kemi qenë shumë toksik sepse ne përveç asaj çfarë ju keni parë aty, ziheshim shumë shpesh edhe jashtë programit, kështu që unë vura re gjatë marrëdhënies tonë për Ice Aziati, gjatë një pike që sado që ne mund të pëlqejeshim apo edhe të donim njëri tjetrin, ajo ishte një marrëdhënie për mua që kohët e fundit fillova të kuptoja se nuk do kishte vazhdueshmëri. Pra, do vinte patjetër një pikë që do ta kuptonim që po I bëjmë dëm njëri tjetrit. Tani, më fal. Më e mira ishte që për të dy përfundoi kaq herët. Tani Okej, po. Tani mbaroi kjo historia me Casey, sa e lehtë është të riflertosh me dikë tjetër aty. Ti do thuash e letësh, po ti e ke patur. Nëse do të pëlqente dikush, do thoje, po ky Casey mos e ja të shikoj atë tjetrin. Po se janë gjithë si ty, more. Atëherë, të them të drejtën është e vështirë, sepse unë I kam refuzuar të gjithë djem gjatë këtij rrugtimi dhe nuk e di se sa do më mirëpresin djem të kthehem përsëri unë. Të pra thash. Kështu që prandaj jam pak skeptike dhe them mbetet për tu parë kjo. Në vazhdim do të shohim. Vetëm nëse ndoshta audicionet janë të hapura, mund të hyjë dikush tjetër që mund të të bëjë vete. Për shembull. Po lëre. Po të flas ka një djalë, si një djalë, pa nga një djalë. Po të flas. Emocionove dhe ti. Po ktheu këtë kohën e ka pas kokën nga ju. U kthye nga unë e humba një moment. Është shenjë. Po ta them si një djalë, edhe po ti flasësh prap, do ta pranojnë. Mos e vrit mendjen fare. Edhe pse I ke refuzuar një herë. Mos e vrit mendjen fare. Kështu që Poli. Pra po thotë që është shumë e bukur dhe askush nuk mund të thotë jo. Jo, kjo po. Por, djem zakonisht edhe po I refuzove. Ne si djem mund të na refuzosh 3 herë dhe pastaj kur thua do vish takohemi. Po, tani kur si qysh. Nuk mbajni natë kështu si natyrë. Po, nuk e bie që bujari nuk ngjan ashtu.
je fiksuar me bujarin. Po jo, më se u duk që ishte. Kjo i bie që thjesht se Doni të shtyni kohën. Pra këtu nuk ka. Po ka një te ca njerëz ka një Kur e pëlqim. pëlqen një vajzë. Ka një pëlqim dhe Pra nuk zhduket pëlqimi kollaj thua ti. Okej. Kollaj. Pra, edhe nëse ti i ke refuzuar, po thot Antoni, ata sërish do të ta japin një shans. O sapo më dhe pak zemër. Këtë bëj. Dhe ta thot një djalë që edhe është refuzuar në jetë. Sa duash. Që edhe mund të hynë përputhen. Edhe mundet. Zoti i madh më fiksua do plak. Vetë. Unë më përputhen. Vetë ankohesh që nuk e gjetur gjysmën tënde, kështu që mund ta gjesh aty. Po s'besoj se e gjej në përputhen. Pse? Nuk e di. Mua pak s'më marrin seriozisht kështu si jam, jo, të futem në përputhen pastaj. Ndoshta të marrin seriozisht kur të vish në përputhen. Mendoje. Nuk i di edhe asnjëherë. Telina, po thoje që të ka pëlqyer gjithmonë televizioni, edhe teksa Lei po thoshte çfarë mund të kesh më tej, pra përpos përputhen. Duke qenë se jemi dhe në fillim të Bigut tani, edhe ne kemi shumë qejf që t'ju pyesim paksa, duke qenë se është një reality i cili sapo nis, ne mezi po e presim, domethënë jemi këtu. ASMR quhen këto? Ju të TikTokut, do ta konsideroje një reality tjetër përveç përputhen, pra nëse ty të propozohet për të qenë pjesë e Big Brother VIP? Së pari mendoj që nuk ka shqiptar që nuk e pret me entuziazëm Big Brothering, kështu që është e justifikueshme çfarë po thoni, por po, mendoj që do ta konsideroja si mundësi. Po sikur Gjithmonë me sikur. Të propozonin të hyje si një banor i vetëm bashkë me Kesin. Interesante si pyetja, nuk e kam menduar të më drejtën. Nëse do ishim çift, nuk do e kisha menduar 2 herë. Tani do më duhet ta mendoj. Si një banor. Shumë e bukur pyetja Niko. Më pëlqeve shumë këtu. Një moderator duhet bëjmë dhe pa gazetar. Një pyetje kështu nga audienca, se më vijnë mesazhe kot. Edhe të vinë më, pse thua Jo, kot? vin po. Të pëlqejnë pick-up lines? Na Kur të thot një përkthe mash, pak pick-up për ata lines që dëgjojnë? janë këto, kur i thua kur i thua atë gjën e parë dhe mundohet të bësh diçka flirtuese, diçka kështu si prezantimi i parë. Atëherë, unë e kam thënë pak edhe në program. Me thënë të drejtën, mua më pëlqen që gjërat të merren, nuk jam shumë tek këto flirtet e menjëhershme. Jo, po e zëm se unë me ty nuk nifem. Dhe unë di që ke mbaruar drejtësi. Po. Edhe unë vit të them, unë ty do të bëja gjëra të ndaluara me ligj. Po. Si do ta merrje këtë? Do thoshte po ky. Ja ta them unë. Ka shumë njerëz që e bëjnë, edhe janë pick-up lines, është sport. Nuk di të përgjigjem për këtë se patjetër varet edhe se si vjen kjo, pra në varet nëse të pëlqen ai që po e thotë ose jo. Patjetër, pra edhe mënyra e tonit se si e shpreh, varet, mund ta merrja si shaka, mund t'i ktheja një përgjigje, mund të zgjidhja mos t'i ktheja përgjigje fare, mund t'i jepja një shpull, kështu që varet gjithmonë nga situata, po tani këto frazat që thot Antoni janë këto, domethënë ai ke prindrit hajdut. E ke babin pastiqer, po pra. Ai ke prindrit hajdut, se kanë vjedh një yll nga qielli me zbrit në tokë. Come on. Po kush do ishte ti? Kush do ishte një first approach, ma thuaj çik në. Po folo shqiptën e hengre. Po theva nga kjo do ma shpjegonte shqip. Që nuk e di shqipen. Kush do ishte një përshtypje e parë, Stelina, sakt për të folur me qoftë me ty, qoftë me një femër, mendon ti, qoftë me mesazh se tani është bërë Instagrami gjëra kryesore, ose qoftë ball për ball. Pra, çfarë do më tërhiqte mua? Po, nëse do të thoshte dikush. Një përshëndetje apo takimi i parë. Shiko, të them të drejtën, unë nga Instagrami nuk tërhiqem fare. Nga rrjetet sociale, kështu që dole nga Jo, po unë po e bëj si pyetje më shumë që ta dinë njerëzit. Kurse, përgjithsisht, je dakordi me një mashkull që të ndalon në rrugë edhe të flet? Po varet pra se çfarë më thotë dhe si më flet. Je shumë e bukur, doja të ta thoja dhe dua të të prezantoja. Dua një takim me ty. 4 minutë. Kok më kok. Po varet edhe sa më tërheq, patjetër më mendoj që edhe pamja fizike ka të bëjë. Nuk jam. Ajo është e para, sa aty të vetë sy. Nëse mua më tërheq fizikisht edhe nëse ka një të folur që mund të më tërheqë në mënyra se si e thot, pse jo, patjetër. Po. Se shoh shumë po jo nga këto o zemra. Jo, s'po them. Nuk është tipi. O rrushi nga xhami makinës. Pra duhet të ketë pak takt në të folë. Jo, në 2 javshin e parë të propozoj për dasëm. Jo. Shikoj, fiksuar. Pra bujari nuk është. Bujari nuk është. Bujari nuk është. Ndoshta kjo është një nga arsyet pse unë nuk i kam dhënë një mundësi bujarit deri më tani.
Sepse unë nuk mund të martohem që javën e dytë. Të paktën një muaj apo jo? Ose të paktën 3 javë. 3 javë. Stelina, ka njësi brenda përputhen? Pra ti ke arritur të gjesh një, le të themi, terren të ngrohtë mes vajzash apo jo? Unë personalisht nuk kam, jo që nuk kam gjetur një terren të ngrohtë, por e kam thënë edhe aty. Mendoj që përputhen nuk është programi i dur për të krijuar shoqëri, sidomos vajzat midis tyre dhe djemt midis tyre. Mendoj që vjen gjithmonë një pikë e përputhen ku misit do përçahen, sepse ai është jo qëllimi i programit që të përçahen shoqëritë, po ti ke si qëllim që të njohësh djem, dhe siç thash, je kufizuar brenda atyre 10-12 djemve. Ti ato do zgjedhësh, nuk e ç'a bën. Dhe mund të takojë që ti të bihesh në një date me atë çfarë ka zgjedhur edhe shoqja jote në këtë rast. Kështu që unë jam gjithmonë në mendimit, nuk kam dashur t'i mbaj larg konkurrentët e tjerë, po jam gjithmonë në mendimit që pas përputhen, hajde ulemi, hajm dreka darkë, bëhemi shokë, shoqe dhe kalojmë kohë me njëri tjetrin, why not? Por për sa kohë që programi zgjat dhe jemi aty, unë kam zgjedhur gjithmonë të jem e tërhequr dhe mos krijoj shoqëri. Pra ti nuk je afruar me pjesën tjetër të grupit asnjëherë. Jo. Sepse ata her pas here bëjnë dhe kështu takime po, jashtë mbledhje programit. Jashtë programit, jo, unë kam zgjedhur gjithmonë të jem e tërhequr. Je fokusuar pikërisht tek njoja e vërtet edhe tek po sepse dhe nuk i kam njerëzit e besuar vërtet shoqërisë që mund krijohet aty dhe nuk kam dashur as të lëndoj njëri gjatë rrugës, sepse janë pikërisht këto momentet që rastisin që ti të dalësh në një date me partnerin ose partnerin potencial të shoqes tënde apo etj, krijon këto konfliktet që mendoj nuk janë të nevojshme, mund t'ja kursejmë njëri tjetrit. Po, edhe mërzitjen. Edhe lëndimet, mërzitet patjetër. Opinionistët kanë fjalën e tyre dhe janë një pikë kyçe e programit. Je mërzitur ndonjëherë nga ndonjë reagim i tyre, se ndodh që konkurrentët e programit edhe i përjetojnë komentet e opinionistëve? Po, ka pas momente, por përgjithsisht un kam pasur opinione të mira nga opinionistët. Nuk di të them që mund të ketë pas një moment që realisht më ka peshuar, por që mund të ketë pas dhe ndonjë koment që e kam pasur në mendje. Lajër ti tha që do përputhej me ty për shembull. Ç'të them unë? Lajër ti e tha, nuk e thash unë. Ore, pranoj që je fan si përputhen dhe mbylli që më vet. Bëre sikur Kam studiuar, jam nxënës ekselent. More, Ç'është kjo? Leila. Wow. Po, vërtet. Kam një Leila. MBA. Jo, unë them Antoni të futet edhe Dhe të mos presim. E shikon, mos synoj Big Brotherin, po përputhen. unë ndjej energjinë, pra jo kot po të ftoj në përputhen. More. Po do ka stile që të futem unë në punë. E kupton sa e thjeshtë është, mua mund të më thoj shicja te lagja, e ndjej energjinë, blej këtë 200.000 lekë dhe më e blej unë. Po ti nuk je ky tipi, domethënë. Nëse në këtë rast nuk ke nevojë të shpenzosh as 200.000 lekë, as gjë. Te takimet me çfarë do i bësh? Është një aplikim larg, vetëm një aplikim larg. Mund ta shohësh dhe ta marrësh në konsideratë. Do ta aplikojmë ne atë me zorë. Surprizë. Po, e ke surprizë për Krishtlindje. Stelina, ti e sheh veten në televizion më pas? Të pëlqen, domethënë që ti jesh Po, pjesë? do doja, po. Të shpjegosh Një kushtetutën. emision për shembull. Po. Si je shumë emocionuar. Jo, jam mëse. Tani që më prek e ti ndoshta se isha Një mirë. emision që të doje ti. Nuk e kam menduar të them të drejtën. Mendoj që jam shumë herët për të thënë këtë. Vash emision. Po mirë. Me hapa. Rubrika, Jo, ndoshta një program që ti e pëlqen. Po. Kjo është më se normale. Përveç këtij tonit këtu se këtu. Patjetër këtë po e shijoj më shumë. Shiko, ka shumë programe të cilat mua më pëlqejnë. Përgjithsisht janë programe targetuese, e kam vënë që edhe pranë publikut vijnë gjithmonë më afër edhe i pëlqejnë gjithmonë më shumë. Por nuk e di, nuk e kam menduar të them të drejtën çfarë mund të jetë një program që mund vi për 7 tek unë, sepse mendoj nuk jam në kushte të dura momentalisht për ta menduar këtë gjë, pra shumë herët. Po, por që të pëlqen televizioni edhe ke treguar këtë gjë, artikulon shumë mirë, ke edhe qendrim televiziv. Domethënë se e shoh në situata të caktuara nuk je asnjëherë i kujdesur. Pra, edhe gjatë programit je gjithmonë on point, në pikën e dur, në momentin e dur dhe në reagimin e dur, pavarësisht jashtë studios, domethënë lëshohesh se programi është i tillë edhe do dalësh dhe në vetë aty. Jo, shiko. Kur themi reality do tregosh dhe anën tënde
të nervave, të situatave, reagimet e tua përballë gjërave të ndryshme që të mund ndodhin në program, por flas në studio je gjithmonë. Jo, shiko, unë nuk jam vetëm në studio. Nëse marrim parasysh do t'i rikthehem përballë, si ne kemi, unë dhe Kesi kam pasur edhe ikjes time në Sarandë. Pra, edhe ikja ime në Sarandë është komentuar shumë nga publiku si një veprim i nxituar që nuk duhet ishte bër, si toksike, etj si përndjekse. Nëse do isha realisht kaq e rezervuar sa po thua ti tani, duhet ta kisha menduar. Jo, flas nga ana televizive, që je. Po, e kuptoj, por që nuk e kam menduar kaq gjatë. Po, patjetër të thash, edhe unë jam shokuar kur e shoh veten në transmetim, ka pas momente që kam thënë, "Ore, po si ka mundësi që nuk kam pikë emocioni aty?" Dhe jam përmbajtur kaq shumë, po nuk e kam menduar kaq gjatë. Pra nuk është që mbahet të qëndrim se them, "Shiko se jam brenda në studio dhe kur dal jashtë mund të jem e lirshme." Jo, nuk e bëj me qëllim këtë gjë. Është qëndrimi, është qëndrimi. Mund të jetë edhe nga shkollimi Estelina, je shumë politikisht korrekte. edhe në program. Shumë faleminderit që ishe këtu. Faleminderit Estelina. Kënaqësi shumë e madhe. Nuk e dija e shijove se në radion e duam shumë edhe, domethënë, përpiqemi që edhe të ftuarit kur vijnë këtu ta ndjejnë atë energjinë e mirë që ka të Albania Radio. Unë nuk shumë edhe faleminderit shumë për ftesën, realisht e kam shijuar shumë. Ishte dalja ime e parë në radio edhe e kam shijuar shumë. Të urojmë shumë suksese. Unë shpresoj vërtet që qëllimin tënd në programin e dashurisë ta çosh deri në fund, pse jo të gjesh edhe një njeri i cili të përshtatet ty më së miri edhe të jetë dyshja jote që do të bëj të dal nga programi Qif. Dhe faleminderit që më ndryshove sadopak opinionin mbi konkurrentët, se më pëlqen sinqeriteti jot, më ndryshoi opinion të trurit. Faleminderit. Opinionin. Faleminderit që ishit të hapur të dëgjonit çdo gjë që unë thash, edhe faleminderit për çdo kompliment që më thatë gjatë këtij transmetimi live, të pardon my friends, sepse jemi edhe në digital, edhe në Top Albania Radio Live. Kështu që ne ju ftojmë të mërkurën tjetër. Ti Antonio do thuash ndonjë gjë për mbyllje apo? Ju dua shumë të gjithëve, ju dua shumë, faleminderit që na ndiqni. Më ndiqni në përputhen. Do bëhet. Hey, dëgjojmë të mërkurën tjetër. Kalofshi sa më mirë. Ciao.